Përfundimisht, duhet apo nuk duhet të pini ujë me stomakun bosh? Historikisht japonezët e kanë përdorur ujin si metodën për kurimin e shumë sëmundjeve si dhimbja e kokës, dhimbje të trupit, probleme me zemrën, artritin, yndyra të tepërta, astmë, bronkit, probleme të veshkave dhe të traktit urinar, vjedhje, gastrit, diare, diabet, sëmundjet e syve, sëmundjet të veshëve dhe fytit, praktikisht për gjithçka, por sekreti i tyre qëndron diku tjetër, tek fakti që e konsumojnë ujin me stomakun bosh. Me siguri e keni dëgjuar si këshill të paktën një herë në jetë, por si duhet ta konsumoni fiks. Sapo të zgjoheni në mëngjes përpara se të lani dhëmbët, pini 4 gota me 160 ml ujë secila. Më pas lani dhëmbët, por kujdesuni të mos hani për 45 minuta.